religioni nuk është thjesht një konstrukt teorik, nuk është thjesht një ide, është një zbatim praktik. Unë nuk flas asnjëherë për vetdijen si konstrukt teorik, unë them që vetdia është një set aksionesh, veprimesh. Pra, je religioz atëherë kur fillon dhe ju bindesh postulateve religioze dhe i zbaton ato në përditshmërinë tënde. Kjo dikotomia a je fetar apo jo, shpesh herë përfundon duke marrë përgjigjen po, por mandej brenda kategorisë po, ekzistojnë kualitete të ndryshme të qenunit religioz. Nuk mjafton veç deklarimi i Zotit një dhe Muhamedit a.s. robe dhe i dërgumi i tij, por duhen edhe disa kushte të tjera, në të cilat kushte gjen shumë çka prej terapisë së kohezionit brendshëm, psikoterapisë së kohezionit brendshëm. Por është edhe shkrirje perspektivave të tjera religjioze monoteiste, sepse unë besoj që shpjegimi për njeriu nuk mund të shkojë përtej këtij për cilin po flasim. Pra, njeriu nuk është vetëm trup, gjak, asht e lëkur, por është edhe shpirt. Dhe rrjedhimisht ky lloj bot kuptimi mandej jep kuptim edhe çanjes tonë, edhe përditshmërisë tonë, edhe ndërveprimit tonë fizik. Ka pas mund të ketë edhe tash, do të ketë edhe në vazhdim një lloj tendence që psikologjinë dhe psikoterapinë me shkoqit prej religionit edhe me diferencu, gjoja se janë kundërthënëse apo ka përplasje në mes të tyre, por në anën tjetër kjo është një gabim edhe logjik, por në anën tjetër edhe e pamundshme për të realizuar në praktikën klinike, sepse bie ndesh me disa prej parimeve të mirëfillta të psikoterapisë. Ta zëm, ne në psikoterapi nuk udhëheqim domosdoshmërisht me vlerat tona dhe nuk i prezantojmë vlerat tona si psikoterapeut në kuadër të qasjes që ndjekim, por përballë nesh, klienti duhet jetë i lirë që të flasë të identifikohet me gjithçka që e konsideron vlerë dhe parim, qoftaj etik, moral, shoqëror, që e konsideron që është i domosdoshëm për orientim të tij në veprim. Dhe unë e shtroj si pyetje për herë si mund të përjashtohet religioni, spiritualiteti në kuadër të psikoterapisë, kur mbi 95% e popullatës botërore ka një perspektivë spirituale. Pra, kjo i bjen sikur me eftu dikën mysafir dhe me thonë, nuk duhesh me marrë gjysmën e trupit tënd, po vjen veç gjysma tjetër, dhe unë të mirëpres në një mjedis edhe të pranoj si tansi. Tansia nënkupton identitetin e personit, edhe identitetin religioz, mes tjerash, dhe rrjedhimisht kjo lloj pranueshmërie që ndodh në kuadër të psikoterapisë është një aset tepër i vlefshëm për shëndetin mendor dhe mirëqenien, dhe unë absolutisht jam promovues i kësaj qasje që njeriu ta shohim në këto 4 perspektiva dhe në asnjë mënyrë të mos e përjashtojmë domenin shpirtëror, aspektin spiritual, atë që për shumë kë është arsyeja kryesore edhe pse jeton, edhe pse funksionon, edhe pse sillet mirë me njerëzit e tjerë dhe pse e don në fund ja vetëm.